Në fakt, sot se cili për jush duhet ullë të kokën dhe të kërkonte një ndjes ndaj Sali Berishës për gjithë shpifje që ju keni bërë kundrejt ti. Është Sali Berisha jo budallej, nuk gjunjëzohet Sali Berisha. A i luftoj dhe nuk u dorëzua për të vërtetën e ti dhe sot u rikthye më krenar se kur, sepse vërteta Sali Berishës triumfoi kundrejt gjithë shpifje të gjithëve ju së bashku. Sot zgjolla të vi me këtë pankart në kuvend, kur rinia qohet, qeveria rrëzohet, sepse kjo pankart është zëri një brezi të cilët ju i keni vjedhur gjithçka, i keni vjedhur shpresën, i keni vjedhur ëndrat, i keni vjedhur të ardhmen. Sot kjo pankart është zëri një brezi të cilët janë atje në protest, duke protestuar sepse ju e keni detyruar që të zgjedh midis mbijetesës dhe emigrimit. Vetëm në një vit janë larguar mbi 33.000 të rinj nga Shqipëria dhe nuk janë larguar sepse nuk e duan vendin e tyre. Janë larguar nga një qeveri e cila është e babzitur për të vjedhur dhe glon nga korrupsioni dhe nuk ka vend për të rijtë e saj. Po protestojnë sepse janë lodhur nga kjo qeveri dhe kërkojnë ndërheqjen tuaj. Dhe ju në vend që të ulni kokën dhe të ndërgjegjësoni dhe t'i dëgjoni ata të ri, ju vazhdoni i ironizoni. Por një gjë ta ketë të qartë Edi Rama, që betejën me këtë brez dhe ka të humbur, sepse ky është një brez i cili nuk hesht, është një brez i cili do t'ju marrë përpara, është një brez i cili ka dalë aty dhe nuk pyet për ironit as për propagandën tuaj, por po ju bën meme që duhet të turproni se cili për jush. Ky është brezi i cili është shuar dhe do t'ju rrëzoj. Faleminderit.